Pensionet në Gjermani janë tepër të vogla dhe këtë e kanë kuptuar të gjithë. Ne që jetojmë dhe punojmë në këtë vend, por edhe qeveria dhe Bundestagu Gjerman. Ndaj, Gjermania ka vendosur të ndryshoj rregullat për pensionet e kjo është e rëndësishme për të gjithë ne që jetojmë në këtë vend. Bundestagu Gjerman ka miratuar këto ditë reformën e pensioneve, sipas së cilës shteti do të subvencionojë të gjithë ata që kursejnë dhe krahas pensionit shtetëror krijojnë edhe një pension privat. Në vazhdim, unë do t'ju njoftoj me detajet më të rëndësishme të kësaj reforme, ndaj mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video sepse mund të jetë e rëndësishme edhe për të tjerët. Reforma e miratuar në Bundestag është quajtur nga qeveria madje si një moment historik për këtë çështje, sepse, siç e thash, pensionet në Gjermani janë tepër të ulta dhe miliona pensionistë jetojnë buzëvarfërisë apo në varfëri. E ashtu quajtura Riester-Rente, pra pensioni Riester i subvencionuar nga shteti ekziston që nga viti 2002 në Gjermani. Por, nga viti i ardhshëm më nuk do të ketë Riester-Rente. Ajo do të hiqet dhe do të futet një sistem tjetër i sigurimit privat. Në të ardhmen do të jenë të mundshme 3 opsione të kursimeve për pensione. 1. Mund të keni një llogari kursimi për pension pa garanci. Mund të ketë një llogari me një garanci prej 80% dhe në fund mund të ketë edhe një llogari me garanci prej 100% të shumave të depozituara dhe të subvencioneve nga shteti. Vetë personat pra mund të zgjedhin se cilat prej këtyre modeleve do të jenë më të mira dhe cilin do të përdorin. Ata që janë të gatshëm të rrezikojnë më shumë edhe mund të përfitojnë më shumë natyrisht. Ndërsa kursimtarët konservativ fitojnë natyrisht më pak. Unë këtu me siguri që nuk mund të shpjegoj të gjitha detajet. Ndaj, nëse jeni të interesuar miq të dashur që të keni më shumë në kohën e pensionit, duhet të konsultoheni me ekspertët dhe me sigurimet që merren me këtë çështje. Por, mund të them se koha e pensionit është shumë shpesh tepër e lënë pastore, sipas motos hajt se ka kohë. Ndërkohë që ky problem duhet të merret shumë seriozisht. Qeveria në të ardhmen do të financojë më shumë për ata që bëjnë marrëveshje për pensione private. Në fillim, çdo euro e kursyer nga ju, nga personat pra, do të subvencionohet me nga 50 cent nga shteti. Më pas, subvencionet do të jenë 25 cent për 1 euro, varësisht natyrisht nga shumat e kursyera. Ndërsa, në nivel vjetor, shteti do të subvencionojë deri në 540 euro për kursimet që shkojnë deri në 1800 euro në nivel vjetor. Ndërsa, personat që kanë fëmijë do të marrin edhe subvencione për çdo fëmijë deri në 300 euro në vit. Pra, fjala është për ata që kursejnë për pensionet private, që të mos ketë natyrisht keq kuptime. E reja është po ashtu që shteti do të subvencionojë pensionet private edhe për personat e vetpunësuar apo selbstständig, siç thuhet në gjermanisht. Po, çfarë do të ndodhë me ata që kanë tani më një kontratë Riester? Në Gjermani për momentin ka rreth 15 milion njerëz që kanë kontrata të këtilla. Ata që duan të vazhdojnë me sistemin e vjetër, mund edhe ta vazhdojnë, por ligji i ri parashikon edhe mundësinë e kalimit nga kontrata Riester në një sistem të ri. Megjithatë, të gjitha detajet do të sqarohen në ditët dhe në javët në vijim, pra parafutjes në fuqi të ligjit. Dhe unë me siguri që do t'ua shpjegoj shumë gjëra, por nëse jeni të interesuar për kursime dhe për kohën e pensionit dhe për kursime pra private, duhet ta dini që në Gjermani pensionet janë tepër të vogla dhe secili prej nesh do të duhej të kujdeset për kohën e daljes në pension. Nëse keni ndonjë pyetje ju natyrisht që mund ta shtroni këtu në video dhe mund të komentojmë së bashku, por mos harroni ta shpërndani këtë video sepse është me rëndësi pra për të gjithë ata që jetojnë dhe punojnë në Gjermani. Ndërsa unë ju falenderoj shumë dhe mirupafshim së shpejti me informacionet e tjera.